demokraci ecë përpara nëse nuk ka opozitë. Unë nuk besoj që një demokraci ecë përpara, një vend zhvillohet nëse kemi autoritet absolut. Sepse nëse ki autoritet absolut, ide tjera janë të pamundshme. E pa ide të ndryshme nuk ka përparim, nuk ka progres. Para menojni kur e kanë zbulu zjarin, mos mi pas rreti kush dy gur. Me thonë, halas këshim pas zjarë. Po pyetja 1 milion shosht. Po pyetja 1 milion shosht. Kjo ideja që ekziston një autoritet absolut i mendimit dhe i trajtimit problemeve, nuk besoj që është rruga përpara. Nëse është deklarat... Qytetarët e kësaj republike ndështë edhe mendojnë, unë jo. Dardi the, është një farë tendencë se zotit Kurti mi shantazhu partitë opozitare, mi fritë. Ka shumë i kërcnu. Po pyetja që është shumë lezitime. A mundet me su prap, a guxon zoti Kurti pikërisht me su prap venin në zgjedhje të marrë parasysh, shirdalja me ult. Prej mas pavarësisë deri me tani, po bëhet fjalë mbi 64%, 67% të njerëzve që nuk kanë dalë me votu. Është edhe synim politik apatia. Apatia është lloj i gjendjes shoqërore në të cilën ti heq dorë si qytetar prej idesë që mundesh me ndiku në shoqëni. Në këtë drejtim, do me thonë, në këtë drejtim unë besoj që është edhe ambicia e njerëzve që dojnë pushtet absolut me instalu apati. Pra, mi binë qytetar... Po është pjesë e propagandës të pushtet? Jo e propagandës. Një farë apatije të qytetarët. Është propagandë kur fillon të mi thonë qytetarët me pa i vetën që të parancishëm edhe të pafuqishëm. Po edhe është. Edhe i parancishëm edhe i pafuqishëm sëtë. Që 2 vjetë jenë zgjedhje. Prap kime shku në zgjedhje. Dhe kime hinë cikël zgjedhor non-stop. Qytetarët e kësaj republike janë konsumus të konfliktit artificial që krijohet prej pushtetit. Dardan, më pa folë për një politikan i cili ka ruktu, ose është formu në kohën e Jugoslavizë, në kohën e munizmit, ose një enveristi, ose një titisti, kisha onë ka të drejt, Dardan, si dhju, si po më thot, është qëllim mund kriju një fara patije, se ju kanë menon pushtetit. Dardan, ju keni bashkëlltu këzagat me Albin Kurtin, politikisht. Po, 8 vjetë. 8 vjetë. Po më thu që zoti Kurti mundet më një ratë në petkën e kryeministrit, ku dalë me votuvis 33% të njerëzve, e merë pi 33%, hajde pi merë ka 22% votave. Po unë menej që zoti Kurti e ka një lexim të jo të sakt realitetit shoqëni. Menej që nuk është duke e kuptu realitetin me cilën përballën qytetarët e kësaj republike. Unë sot i këshyra disa numra, se fatkeqësisht mirë na ka pak me këta numra, edhe pash që inflacioni në Kosovë këta muajt është më i lartë në rajon, dhe gjithashtu e pash që paga mesatare mas paku është rritë në Kosovë. Pra, zoti Kurti nuk e kupton, unë menoj, tashmë i bindu njëm, nuk e kupton që detyra një kryeministri është me boj jetën më të mirë për qytetarët e Republikës. Sa të në detyra një subjekti politik, ka uza është pikërisht kjo? Po, dhe nuk besoj që ka ndonjë pengesë më në Republikë të Kosovës për implementim të ndonjë projekti zhvillimor për partinë në pushtet. Unë nuk shoh që dikush e pengon. Krejt institucionet janë me një formë ose tjetër VV, prej RTK-s e deri te, domethënë, ndërmarrjet publike, prej bankës qendrore te administrata tatimore, prej doganës e deri te krejt janë administratorët aty, drejtorat, menaxher, ushtrues detyre shumica, janë subjektit të vetë vendosjes. Pra, nuk ka pas në historinë e Kosovës ndonjë subjekt i cili ka pas më shumë njerëz në krye të shtetit se vetë vendosja sot. Domethënë, edhe në kohën e PDK-s dhe LDK-s, në kohën e asfaltit, domethënë, ka pas një farë përzimje. Gjyqësori, prokuroria pak janë konë LDK-PDK, doganat janë konë PDK, administrata tatimore u konë dështa pak LDK, pra janë konë do të shpërndame, posta u konë e këti, këto janë krejt VV. Absolutisht gjithkush në çdo pozitë është VV. E tash, nëse i ke krejt këto leva në dorë, dhe edhe njerë, po kërkoj falje se unë nuk kam problem me VV-n. Sinqerisht nuk kam problem me VV-n. Unë kam problem me idenë qysh qeveriset vendi. Qysh kam pas problem kur PDK-ja ka qeveris me vendin dhe kur kitë logjika ka qenë privatizim me asfalt. Ka detyrimi edhe në politik. Po, s'din, për ata që kam pak memorje, kuptojnë që unë betejën e kam për model zhvillimor. Dhe modeli zhvillimor që unë e shoh prej lëvizjeve të vendosjes sot, është model i cili është projekt me zero ambicie. Nuk ka ambicie zhvillimore në këtë vend. Zero projekt. Cila është ambicia atëherë, nëse një ekonomist, një subjekt politik? Po besoj që... Cila është ambicia? Ambicia ka qenë luftimi i krimit të korrupsionit. Shohemi raportet
ndërkombëtare që jena full korrupsion. E auditorit. shohimi raportin e auditorit, do me thonë, nuk Nepotizëm, mujnë me arsyetu ministrat kanë 100 milion euro buri dheut, që s'ka bova ki Me kërkur. pas nevoj me arsyetu. Nuk kanë, bëllu shmëri. Mjafton me thonë